Fell në pyjet e lashta të Kalifornisë, aty ku pemët gjigante prekin qiellin, një ekip shkencëtarësh sapo ka zbuluar diçka që nuk duhej të ekzistonte. Brenda trungut kolosal të sekuojës më të madhe në botë, stërvetat e tyre nuk hasën vetëm në dru, por në një dhomë të fshehtë që mban një sekret rrëqethës. Ajo që u gjet e gërshetuar mes fibrave mira vjeçare është aq tronditse sa që mund të rishkruaj të gjithë historinë e Amerikës dhe të njerëzimit. Qëndroni në ne, sepse ajo që po del nga zemra e kësaj peme do t'ju bëjë të dyshoni në gjithçka që keni mësuar deri më sot. Thellë në zemër të pyllit të lashtë të sekuojave në Kaliforni, një ekip shkencëtarësh, i udhëhequr nga biologja guximtare Harper Thorne, bëri një zbulim tronditës brenda trungut kolosal të pemës më të madhe në botë. Vendërsa stërvetat e tyre bënin një hon përmes lëvores, ekipi zbuloi një dhomë të fshehtë që përmbante diçka përtej pritshmërive të tyre më të çmendura. Ajo që gjetën ishte aq tronditse sa që mund të rishkruante historinë e Shteteve të Bashkuara. Por para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë ende, dhe godisni zilen e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Gjeologja Harper Thorne kishte pasur gjithmonë një magjepsje për të gjithë florën dhe faunën. Kështu kur qeveria e punsoi atë dhe ekipin e saj për të kontrolluar një nga pemët më të vjetra dhe më të mëdha në ekzistencë, ajo e dinte se nuk mund ta humbiste këtë mundësi. Ndonse ishte vetëm një kontroll rutinë. Ajo dhe ekipi i saj ishin të etur për ta parë, duke mos e ditur ende se çfarë do të gjenin. Të gjithë ishin mbledhur në hyrje të pyllit. Kjo ishte një ekspeditë e veçantë dhe rojet e pyllit e kishin mbyllur këtë seksion. Grupi hyri në pyll me furgon të mbushur me pajisje. Pema që do të studionin ishte jashtëzakonisht e vjetër. Nuk ju desh shumë kohë për të arritur te pema, sigurisht që nuk mund t'ju shpëtonte syve. Edhe pse ky lloj peme ishte i njohur në pyjet e sekuojave, kjo sekuoj ishte më e madhja nga të gjitha. Në pamje të parë, ajo që ishin ngarkuar të studionin dukej në rregull. Megjithatë, ata nuk kishin parë ende pjesën e pasme, gjën që vuri gjithçka në lëvizje. EPO kishte qenë një gabim budalla që nuk bën një kontroll perimetral, por të gjithë shkencëtarët nxituan menjëherë për të marrë disa mostra nga pema madhështore. Një nga shkencëtarët e saj, Dr. Green, kishte vendosur të ecte rreth trungut për të parë nëse në anën tjetër asnjë degësh e vogël nuk kishte dalë nga trungu duke nxjerrë disa gjethe. Dr. Green menjëherë thiri Dr. Harper Thorne, e cila me kuriozitet u drejtua drejt pjesës së pasme të pemës, dhe sapo e bëri këtë, një përshëritje me habije doli nga fyti i saj. Ajo shahu kur pa çarjen e madhe në trung. Kjo duhet kishte ndodhur për shkak të stuhisë. Pemët rreth sekuojës kishin rënë kudo rreth saj. Diçka definitivisht duhet kishte ndodhur këtu. Ajo u përpoq të mendonte se çfarë fatkeqësie kishte ndodhur aty. A kishte qenë stuhia aq e ashpër sa mund ta kishte dëmtuar këtë pemë, ose mundësisht ta shkatronte atë? Një pemë që kishte qëndruar në këmbë për mijëra vjet? Harper nuk mund ta besonte. Kjo nuk mund të kishte qenë thjesht për shkak të një stuhie. Ajo e dinte se duhet kishte një arsye tjetër, pa e pasur idenë se ajo do ta trondiste vërtet. Ajo mboli shpejt kolegët e saj në anën më të pashqetësuar të pemës. Kur afruan te çarje, shumica e tyre u pre fryma. Ata kontrolluan shpejt pemët e tjera që mund të kishin shkaktuar rënjen, ndërsa Dr. Harper Thorne dhe Green shikuan pemën madhështore të sekuojës. Duhet të ndahemi dhe të pushtojmë, u tha Dr. Harper ekipit të saj, teksa i dha secilit nga një detyrë të bënte. Ajo nuk kishte idenë se me detyrën e saj do të zbulonte diçka aq jashtëzakonisht të huaj sa që mund të hinte në librat e historisë. Dr. Harper dhe Green filluan punën e tyre, duke marrë mostra të rëshinës të pemës që rrithte nga çarja. Ata duhet të siguroheshin se pema ishte ende e shëndetshme dhe mund të vazhdonte rritjen e saj. Në fund të çarjes së dukshme, ajo gjeti diçka që nuk mund ta shpjegonte. A kishte qenë kjo arsyeja e çarjes, apo kjo e kishte ndaluar çarjen të vazhdonte më tej? Objekti ishte i gjerë dhe i lëmuar, dhe pema dukej se kishte arkuar rreth tij, pothuajse e thithur atë brenda organizmit të saj. Asnjëri prej doktorëve nuk kishte parë diçka të tillë më parë dhe mbetën të shtangur nga pamja. Dr. Harper mori një tjetër mostër të objektit të huaj, pa dëshur ta prekt nga frika e kontaminimit, ose më keq, thyerjes së saj në çfarëdo lloj mënyre apo forme. Duke kuptuar rëndësinë e zbulimit, Dr. Harper kontaktoi ekspertët më të lartë në arkeologji, paleontologji dhe dendrokronologji, i ftuar ata t'i bashkohen një hetimi unik në zemër të pyllit të sekuojave. Së bashku, ata filluan të krijonin një kamp rreshkimor gjithëpërfshirës. Në tendetën e lartë të pemëve antike,
Ekipi ngriti me përpikësëri një kamp bazë. Me një ndjesi kolektive qëllimi, ekipi përgatitej për një analizë të plotë të sekuojës dhe misterit të saj të fshehtë. Duke i egzaminuar me kujdes objektin e bardhë, u bëj qartë se ishte një seri koçkash, secila e ndërthurur me ndërlikim brenda fibrave antike të pemës. Ky zbulim shkaktoi një valë spekulimi mes antarëve të ekipit, ku secili propozonte teori të ndryshme për origjinën dhe natyrën e këtyre koçkave misterioze. Në hijen e pemës së lartë, ekipi u mblodh duke diskutuar teori të ndryshme. Idetë variuan nga shpjegimet shkencore të besueshme deri te teoritë më fantastike, përfshirë mallshimet antike dhe ngjarje mbinatyrore, duke pasqyruar spektrin e bërtë të kuriozitetit dhe imagjinatës njerëzore. Kur agoi dita, ekipi armatosur me zmadhues dhe mjete matëse është gjyt në rrethët e sekuojës. Gjatë ditës, një vit imlu i parafruar filloi të shfaqej nga labirinti i rrethëve të pemës. Megjithatë, pavarësisht debateve të tyre pasionuese dhe njohurive të gjëra, dëshmitë përfundimtare për origjinën e koçkave mbetën jashtë mundësive të tyre. Misteri i sekretit të fshehtë të sekuojës vazhdoi, i mbuluar nga mjegulla e kohës dhe mënyrat enigmatike të vetë natyrës. Ndërsa pëshëritet e zbulimit të tyre filluan të kalonin kufijtë e pyllit, Dr. Harper, e vetëdijshme për potencialin për trazira publike, mori vendimin vendimtar të karantinoi zonën. Ata dinin se menaxhimi i rrjedhës së informacionit ishte krucial për të parandaluar një rrjedhë të parakohshme që mund të çonte në panik apo keq interpretim. Menjëherë, ekipi nisi veprimin, duke ngritur bariera dhe zbatuar protokolle të rrepta fshehtësie rreth vendit. Ky fasad u dha kovrimin e nevojshëm për të vazhduar punën të paprekur, duke mbajtur larg kuriozët dhe mediat. Megjithatë, ky vendim për të mbuluar punën e tyre me fshehtësi nuk kaloi pa konflikte të brendshme. Disa antarë të ekipit u përballen me implikimet etike të mbajtjes së fshehtë të një zbulimi të tillë potencialisht revolucionar nga publiku dhe komuniteti shkencor, duke ndjerë tensionin mes detyrës së tyre ndaj shkencës dhe nevojës për diskrecion. Me kalimin e ditëve, barra e këtij fshehtësie filloi të rëndonte rënd mbi ekipin. Eksitimi i zbulimit tani ishte i ngjyrosur me një ndjesi izolimi, ndërsa punonin në hijen e pemës gjigante, të vetëdijshëm se ishin duke ruajtur një sekret që mund të ndryshonte vetë kuptimin e historisë. Megjithatë, përpjekjet e vigjilente të ekipit për të ruajtur fshehtësinë, themët filluan të qarkullojnë përmes komuniteteve lokale. Pëshëritet për një virus të antik, potencialisht i lëshuar nga zemra e sekuojës madhështore, filluan të përhapeshin si zjarr në pyll, duke ndezur një përzierje kurioziteti dhe shqetësimi. Së shpejti mediat u kapën, duke transmetuar histori spekulative që amplifikuan misterin në një kërcënim të afruar. Frenezia mediatike dhe shqetësimi publik tërhoqën pashmangshëm vëmendjen e agjensive qeveritare. Interesi i tyre shtoi një shtresë të re kompleksiteti dhe presionin e hetim, ndërsa zyrtarët filluan të bënin pyetje dhe të shqyrtonin aktivitetet në kampin e izoluar kërkimor. Ideja e një virusi të antik dhe të panjohur, që mund të shfaqet nga shekuj letargjie brenda një peme, preku një ndjesi të thellë të frikës, duke nxitur spekulime dhe shqetësime të gjëra. Ndërsa historia vazhdonte të zhvillohej, grupet mjedisore shprehen shqetësimet e tyre për rrezikun potencial që aktivitetet e ekipit mund t'i paraqisnin pyllit antik. Ekipi kreu datim me radiokarbon mbi koçkat, duke i zbuluar vjetërsinë e tyre të pabesueshme. Megjithatë, lloji i tyre i saktë ju shpëtonte identifikimit. Me konfirmimin e origjinës antike të koçkave, misteri rreth tyre u intensifikua. Mes zbulimeve, debate etike u shfaqën mes antarëve të ekipit. Ata diskutuan pasojat e nxjerrjes së koçkave për studim të mëtejshëm, kundër dëmit potencial që një aksion i tillë mund t'i shkaktonte pemës, që shndronte si rojta i qeshtur mbi këto relikte. Një fraksion brenda ekipit mbrojti me forci zonën e mbrojtur, duke argumentuar se integriteti i pemës dhe vlera historike rëndonin më shumë se përfitimet shkencore të heqjes së koçkave. Ata besonin se pema, një monument i gjallë i qëndrueshmërisë së natyrës, meritonte të ruhej në tërësinë e saj. Këto pikpamje kundërshtuese çuan në rritjen e tensioneve brenda ekipit. E përballur me tensionin e rritur dhe vurtullin e themave, Dr. Harper mori vendimin kyç të dali publikisht. Ajo e kuptoi se të vërteta për koçkat duhej të ndahej për të shuar frikën dhe spekulimet që ishin duke dalë nga jashtë kontrolli. Ekipi u mblodh me nxitim për të përgatitur një konferencë për shtyp. Ata planifikuan me përpikësëri se si të prezantonin gjetjet e tyre, duke u siguruar se faktet shkencore ishin të qarta dhe të akseshme. Një fokus kyç i përgatitjes së tyre ishte të dispelonin mitet që kishin zënë rënjë,
veçanërisht frikën e pabesuar për një virus të antik. Në një hapësirë pranë sekuojës së antike, Dr. Harper dhe ekipi i saj u përballen me mediat e botës. Zbulimi u prit me një kaleidoskop reagimesh nga publiku. Ata ishin të magnisuar nga intriga e zbulimit dhe disa mbetën skeptik duke pyetur për implikimet në të ardhmen e hetimit. Pas kërkimeve dhe analizave shtëruese, shkencëtarët arritën një zbulim monumental. Ata përcaktuan se kockat i përkisnin një kafshë të panjohur parahistorike, një zbulim që shpërndau val tronditse nëpër botën shkencore. Ky zbulim ngriti po aq pyetje sa edhe mori përgjigje, duke hakur një kapitull të ri në studimin e jetës së lashtë. Një pjesë vendimtare e puzzle-it doli në dritë. Prania e kockave sugjeronte se ose sekuoja ishte shumë e vjetër nga sa besoi më parë, ose se disa kafshë parahistorike kishin mbijetuar deri shumë më vonë nga sa dijej. Ky çelës ishte një ndryshues loje, duke sfiduar besimet ekzistuese mbi vijën kohore të historisë natyrore. Implikimet e këtij zbulimi ishin marramëndse. Ai kishte potencialin për të rishkruar pjesë të rëndësishme të historisë natyrore, duke ndryshuar vijat kohore dhe duke sfiduar supozimet e gjata për jetën parahistorike. Brenda komunitetit shkencëtar, zbulimi ndezi një val eksitimi. Kërkues nga fusha të ndryshme shprehen dëshirën për të thelluar në këtë zbulim. Ishte një mundësi e rrallë për të fituar një hoji të reja mbi udhëtimin evolucionar të jetës në tokë, duke ndezur një mori interesa shkencore dhe debatesh. Gjetjet kishin implikime të thella për biologjinë evolucionare dhe studimin e jetës parahistorike. Ato sugjeruan shtigje të reja për kërkim dhe kuptim, duke çuar ndoshta në rishikime të vijës kohore evolucionare dhe një kuptim më të thellë të biodiversitetit të kohorave të lashta. Zbulimi nuk ishte vetëm për të kaluarën, ishte një dritë që ndriçonte rrugën për eksplorimet e ardhshme shkencore. Si mendoni ju, a duhet i nxjerrin kockat për t'i studiuar plotësisht, apo duhet ta lënë pemën të paprekur si një monument të gjallë? A mund të ketë kafshë të tjera parahistorike që fshihen ende në pyjet tona të paeksploruara? Na shkruani mendimin tuaj në komente. Ky ishte zbulimi i pabesueshëm brenda sekuojës gjigande që tronditi botën. Nëse ju pëlqeu ky udhëtim mes shkencës dhe misterit, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin like. Me mbështetjen tuaj, ne do të vazhdojmë të kërkojmë sekretet më të thella të planetit tonë. Shihemi në historinë e radhës.